Kjo janë Herkuli edhe Luani. Dy në ekzemplar që kam mërkullushëm. Herkuli klyshi kaloshit dhe Luani klyshi arus. Hajde, hopa. Hajde kullet ha hushës. Hajde, Luani. Ta janë dy ekzemplarë që i rujt është për shiftim, është edhe vllai Herkulit, Tarzani. Tarzani është 11 muajsh. Është pak më i shkurt, kështu si në altësi, por është më i zonë. Hajde, hop, bra! Wow! Hajde, Kuli! Janë për shiftimin e kudra, janë zgjedhë ekzemplarët më të mirë, për më përftu racën më të mirë dhe klysht më të mirë. Të më thonë janë pak dopsu stesh, sepse janë njek 12 femna. Këtu ka klysh për i Herkulit, edhe klysh për i Luanit, edhe klysh për i Tërmetit. Dhe më thonë është, lyshi i Tërmetit, lyshi i Luanit, lyshi i Herkulit. Femna cila ka zërë sika e motra Herkulit, femna cilën e ka zërë sika e bundit, Simba, dhe moshkullin që e ka zërë bora sika arus. Dhe më thonë, ta ka zërë Luani, ta ka zërë Tërmeti, dhe këta ka zërë Herkulit. E shpresim edhe klysh për i Tarzanit, sepse Tarzani kryen moshën të shpërshiftim edhe në nëjmë të Zotit zërrim super klysh. Hajde. Qoko, hajde. Këta në klysh të Herkulit, me Alfen. Alfa është gjoku i kontramoskave të bacit ma herë. Është sika e djallit Murzër Sakut, kampionit. Dhe Herkuli është djalli i Kaloshit, Reziancë. Ta janë klysh 35 diqa, janë vaksinum, janë mrekullia e Zotit. Dhe janë një ndër kryqëzimet po perfekte, si mundëm me pas në nxerr e raca e qendrësharit. Tu kam 8 klysh të Alfës, kurse këta janë klysht e Kjars, po me Herkulin, por Kjara është sika e Tarzançukit. Janë 30 diqa, janë 5 ditë më të vjeçë. Nësa këta janë po klysht e Herkulit, hajde Fortuna edhe Bigoria. Janë të dyja femra, janë nëpër, janë nalë për marë. Janë 55 diqe. Dhe janë si ekzemplar për kultivimin dhe shtimin e racë të Luanit Dardanis. Kja Fortuna, hajde Bigoria. Ele Bigoria. Klysh të Herkulit, moshkullit dhe femna, janë nalë për marë, janë tjela Alfës, tjela Alfës, Herkulin për klyshin e Kaloshit, edhe janë nalë për marë, për arsye sepse janë ekzemplarët më të mirë, përsa i përket të mashtrimit, racë. Dhe të janë perfekt. Në dhja zjaku në rëdë dhe në racë. Pastaj dhja zjaku të tyna është 100%, dhja zjaku të tyna është e pasër 100%, dhe rodja është nga rodet më të vjetra që mund të kjenë Luanat e Dardanis në të shqiptare.